mirë që na u bashkuat edhe në një podcast tjetër këtu në Kosova Gjap. Sot do të flasim më shumë ti për atë që kemi shpesh temë të bisedave tona, që ti bashkosh njerëzit edhe lidhjet thjesht ndonjëherë nuk është vetëm një ide e biznesit, por është më shumë se një mision, cili mysafiri jemi sot, Valja Nasani, ka ardhur nga Zvicra për t'i bashkuar edhe me te shqiptarët. E ka sjell një platformë e cila ta përcakton në një farë mënyrë fatin e bashkëdhëtarit ose bashkëdhëtares së jetës, por ka një mision për te kësaj. Ne do të flasim me Valjonin për iniciativën se si nisi kjo platformë, por edhe për shumë tema tjera se si e matim suksesin ndonjëherë edhe me rezultate brenda vetes, edhe për aplikacionin e ri, e librin e shumë tema tjera. Faleminderit Valjan që pa hezitim e pranove ftesën edhe jam shumë e lumtur që je sot me neve. Faleminderit juve. E nisëm pak me prezantim dua.com edhe patëm një bisedë më hershme që tashmë dua nuk po ka nevojë as për reklam të mëtejshme sepse gjithë e dinë çka është dua, dhe gjithë e njohim logon e saj. Po që erdhi ideja për dua.com? Ideja ka lind koxha mamati 15 vjet, ka 2010-11 si ide. Atër kom pas në 22 vjet, edhe thosha pse se kem na shqiptar një platformë ku mund me njoftu njëri tjetrin. Atëherë isha aty në Zvicër, tash kam marrë në Kosovë me tu. Sidomos kur je në diasporë, është ma probleme gjetë një shqiptar, sepse je një në 8 milion, në Zvicër për shembull në Gjermani 80 milion, aty na shtetën 500.000 shqiptar, po 500.000 në 80 milion nuk janë shumë, nashta nuk të qëllojnë në rrethin tënd. E ta nuk pata inspiru edhe prej platformave tjerë që janë të krijuar për njerëz që kanë në diasporë shumë njerëz, domethënë. Tani ka nis njerëz si një platformë e vogël msiti.com, ata vo 2013, tani pata shndru në albanianfriends.com 2016, e tani në 2019 në bo dua.com, domethënë çatare ku mbo produktin me ekipin dhe me investora dhe u bo ma serios. Dhe që atërë konë gjithmonë ide, side project, ana është të majtë të fokusu në bizneset tjera, po të në kom pa që me të vërtet po ka interesim të madhë, dhe po ka, sidomos për diasporës, kërkesë të madhe për një platformë të tjilë, dhe tani që ashtu e këna njësë me zhvillu për 2019, tani 2020 verës qërshore këna bo launch në App Stores, edhe për jasaj dite dhe i sot kursional. Pse dua.com? Pse dua prej mësitit edhe fjalëve tjera? Po, tash fjala dua është një fjalë që çdo shqiptar, jena 12-16 milion shqiptar në botë, e kom fjalor, do e përdor, të dua.com. Dua ta kem dua. Normal, dhe më thonë është fjala që lidhet ashqitqare me punën që e krymë, me dash dikon, mu bo me dikon që e donë, për atë arsye dua.com. Sa përduru, si ka dua sot edhe sa njerëz janë bashku për shkak duas? Përdurus janë 1.1 milion që në të regjistrum. Do më thonë, tash aty ka pas shumë a shumë, po tash ndërkohë kam fshi profilin që na që 5 vjet aktiv, tash na e konsiderojmë vetëm ata që janë aktiv të regjistrum, edhe për shembull nëse dikush e deaktivizon profilin mas një kohë na vet i dërgon email e fshim, kështu që gjithmonë databaza mbetet. Dikush që martohet. Më nuk i divin dua. Na tash nuk e kena datat e sakta për me ditë sa janë martu ose feju, po e kem dikon më shumë se 100.000 që në exit poll, që më thonë kur e lojnë aplikacionin e kanë zgjedh opsionin I found someone dua. Domethënë kom gjetë dikon që është një numër i konsiderueshëm. Po tash çdo javë kena love stories, çdo javë qes me çifte që janë bashku, që janë feju, që janë martu. Po këtu ka punë me shumë emocione dhe me shumë marrë. Shqiptarët tani tutën edhe me nda storjet, me tregu të vërtetën se ku janë njoftu, edhe tani nuk u përhap qaq shumë në shoqni që kisha pasur në qef, se kena qëtë faktorin e marrës që halo, e kom gjetë në dua.com, e kom gjetë me një dating app, e kom gjetë online, tutën me tregu të vërtetën, ama aty s'ka absolutisht marrës, e kanë hime një qëllim të mirë, janë njoftu, janë feju, janë martu, kanë bo fmi, këtë sanet bukra, këtë sanet mira. Amo në një kohë kur ne jetojmë pothuajse më shumë virtualisht se sa fizikisht, sot është e pamundur shmangja e gjeturit qof mikut, mikës apo
një partneriteti të ri në çdo aspekt. Pra është rëndësishme na me mujt që të marrën e gjeturit diçka të re në online, sepse është hapësira ku ne ja dedikojmë kohën më të madhe të jetës tonë. Duan e kam lexuar që për 100 ditë keni punu për cilat kanë qenë ato sfidat e para të suksesit, që ndoshta ju keni pasur ato dilemat apo jeni surprizu për të mirë se dua po ecë. Po dyja, domethënë për 100 ditë u kon prej first line of code, domethënë kur e kena nisë me shkru aplikacionin, kom bo presion jashtëzakonisht madh ekipit, sepse kom thonë verën po du me nxon, verën 2020, po na pedina vera 2020 u kon vera Covidit, aeroportin Prishtinë u kon byll, po në momentin kur e kena nisë alas su kon që kjo, unë e kom pas ata që duhet me qitë aplikacionin para se marrë diaspora në Kosovë. I pa të më rezervu reklamat në televizor, në aeroport, dhe më thonë, kom pas qëdimin që me bo një big boom. Po nuk ka ndonë se pendina kejtë, në alishin ka një orë në ditë me ID me dalë jashtë, dhe më thonë, u kon dërta. Me numër që të një aktivi. Po, pikërisht, dhe më thonë, u kon një fasë kejtë ndryshe, u kon për neve worst case, sepse një ekip që sa po pat njoftu, në mars kena nisë me programu aplikacionin, me 12 mars u kon që kanë thonë s'ki drejt mu me punu në zyra. Dhe më thonë, asë sa kena nisë punën, javën e parë, javën e dytë, sa pas nisë punëtorët me programu, edhe na kanë detyru me shkune për shtëpia, edhe ata nuk u konë që kjo remote standard, nuk u konë me punu remote normale, se kena pas setupin për remote, nuk u konë gjithka, po prapë se prapë, me dedikim jashtëzakonisht madh, e kena bo pusht për 3 muaj, ma pak se 100 ditë pune, aplikacioni ka dalë online, App Store, Play Store, edhe ditën e parë kena pas direkt 27.000 usera online në aplikacion, edhe për aty të mo dej sot kursunal, 2 natës, 3 natës, 24/7, që 5 vjeç non-stop ka usera që bojnë like, chat, gjindën e dashuruan. E pas këtë pas kështu një sfid që në start, një rezistencë themi, një luftë për të mbijetuar në treg. Me që keni kriju edhe ekip edhe keni ardhur nga Zvicra këto në Kosovë, a ka qenë vështirë për juve me gjetë frekuencën me ekipin e juaj apo me mënyrën se si bëhet biznesi në Kosovë? Shumë. S'më me rajt, shumë vështirë. Do më thonë, më thonë që sot kom rrit dhe i dikun që me gjetë frekuencën, po u kon luft. Luft. O do më thonë luft i mindset-av, luft i pikpamjeve, luft që shpunohet mirë. Në çdo aspekt. Do më thonë, mindseti i Kosovës, unë me përmbledh me një fjalë është katastrofë. Do më thonë, atë s'më me zbut. Do më thonë, mënyra që shpunohet këto është pa standard, jo profesional. Do më thonë, mënyra, do më thonë, shihet pse na qëtu. Shihet në rrugë, shihet në barllak, shihet e qend, shihet komunat që shpunojnë, shihet qeveria që shpunojnë, shihet në biznese që shpunojnë, shihet në gjithçka. Pra, mendon që është një defekt kolektiv? Absolutisht po, jena traumatizum. E qysh mujmë ndruna që to çka ke boti përpjekje me mriqat mesin edhe me ekipin tënd, ose që mundesh me shpërnda për te kompanisë? Po çaja është një arsye pse jam të shkruaj libër. Se ka be the one, domethënë pikërisht që ky vetë rrugtimi im, domethënë më shërua edhe me traumat e mia që jam marrë pi fëminis, besoj që shumica në Kosovë janë traumatizum ose për luftës, prej dhunës, prej familjes, prej tuli far problemi që kanë pasur në shtëpi, dhunës edhe fizike, emocionale. A mendon që është kjo një pasojë që ne nuk përballemi me traumat tona? Absolutisht, e ignorojmë. Domethënë na jetojna me trauma dhe na e kena normalizu abuzimin, na e kena normalizu rrugët e prishta, na e kena normalizu hajnin, na e kena normalizu korrupsionin, gjitha të këqija, domethënë nëse ti den Prishtinë i kena normalizu edhe ato tani shfaqen në punë, vonohet, se krym punën, të vjell në orar, lajmërot i smut, pa u kon i smut, i manka 3 orare, rokne të mashtron ty. Domethënë çka kompiritu është përmetar keq. Atë Valonit para 10 vjetë si kësha thonë hajtë në Kosova pet. Tash kom met këto, kom marrë këto, ama domethënë kjo është... A ke mendu gjatë saj periudhe me u kthy? Po, kom mendu. Edhe çka të traumohet? Po, s'po di, nashta një dashuria rreme, nashta një patriotizm prej babës që ma ka programu trunin, që do të me dash vendin tënd, do të me punu për vendin tënd, do të me bësh të sene, po vërteta është që na do të me folë vërtetën, për më mujtë me ndryshu. Nëse unë tash këtu vijë dhe thomë, mirë jena hajtë se mirë bua, tani kënej nuk ndryshohet, do të me folë vërtetën, do të me këshu një tjetë në syve me thonë që kjo është keq. Mos me respektu punën është keq, më vonu në orar është keq,
mos mi kry punë që na marr vesh, është keq, mos me majt marrveshje, nuk është mirë, me rrajt mi majt ka dy puna, nuk është mirë. Do të thonë sene bazike, s'po folmi për në diçka që u kërku, do të thonë sene që ti ke mësuar në një shtet që funksionon, si Zvicra, edhe ki ardhur dhe ke thonë ti marr çto sene se ai për një arsye të funksionu. Edhe kur t'ja shpjegon thotë po na këtu si në Zvicër. Po pikërisht si në Zvicër, sepse na të punu në mënyrë që është destruktive, në mënyrë që është të shkatru këtë vend, në mënyrë që e kena normalizu, për shembull nëse kishim tash edhe zgjedhjet e fundit pa një politik, po ku një parti, cila do sonë me asnjësem, fiton 20 vjet të rënd me një vend, edhe ai s'ka progres. Edhe qytetari kush shohet më thon, çto diçka s'është mirë, na do të më ndryshu. Është një farë lojaliteti ndaj të keqes. Po unë mendoj që prap kemi bën ndryshime. Kemi qytetarët megjithatë kanë ndëshku kur nuk kanë qenë të kënaqur. Ka pas aty këtu, është vërtet ka pas aty këtu, po me këshyr prej luftës për 26 vjet, ku kena mri, është dopt. Është shumë dopt, me miliarda ndim, me Bashkimin Evropian, me Eulexia, ku di kush kanë ardhur këtu, Amerika, anë i kënej miliarda, diasporën me pas kaq të fortë. Na kena me miliona shqiptar diasporës që janë ndjek këtu. Kanë ardhur këtu, kanë investuar, janë ndjek dhe janë kthy. Domethënë, me sa ndim, me sa financa, me sa pare, me sa projekte, me sa miliarda, me një qytet kaq të vogël, kjo është 1/4 e Zvicrës, se me ta bëu Cyriun e Sangallën e Turgavën bashk, edhe mos me ditë me menaxhu një cop, një 1/4 në Zvicrës. Kjo është duke me vizllu, rrugët rrugtë që duke më kon, jo më blloku projektujt më, domethënë është s'po du më me zbut, s'po du më me rajt vetëm, me thonë hajtë e mirë, jo, është ka dal, është keq, rrugët janë mirë, infrastruktura është mirë, në Çaklavic halat nalet rryma, internetit nalet, do është mi bot 3 interneta me pagu, do është rrymën vetë me siguru, në 2025 të një në të folë. Në 2011, kur kom marrë këtu, kom mujtë mi pranu qëto, më thonë lufta kom para 12 vjetë. Shkuna 13, 14, 15 vjetë tjera, edhe hala senet bazike si infrastrukturë, si rrymë, si internet, si ujë, hekim. E tani ti mundosh me bo një start-up, një unicorn, një anë i kënej, po zbohet kur bazika funksionon, kur punëtor nuk respektojnë orarin, edhe shteti s'tep infrastrukturën. Është problem. Me që po e sjellni një aplikacion i cili është veç në iPhone-in tuaj, edhe po shkruani një libër pikërisht për këtë botën tonë të brendshme, që shpesh mundohemi ta ruajmë edhe shpesh përfundojmë shumë keq se sa mendojmë që mujmë me rujt vetveten. Çka po planifikon ky aplikacion, edhe ndryshimi nis për krejt neve, prej vetes. Çka po na sjell ti me këtë aplikacion? Ky aplikacion është që ky rrugtim jam që një 5 vjet që kom nisë më marrë me botën teme të mbrëmshme, kom nisë me meditu, kom nisë me bo ushtrimet frymëmarrjes, kom nisë me eksperimentu, me plant medicine, me gjithë shka që me eksploru, me thonë çka janë që to plagët e mia të mbrëmshme, çka janë çto probleme, çka janë çto trauma, çka pse toleron disrespektin, pse toleron qetësen, çka është gabimi tonë, s'është lehtë veç me fajsu dikon tjetër. Pse ti po bashkëpunon me çato, që është të bë keq ty. Ose pse s'po mundesh me menaxhu një lidhje mirë, ose pse s'po mundesh me kon raport mirë, domethënë edhe gjithmonë do të më nis pi vetes. Kështu që jam nis pi vetes edhe që aty po thotë emri është be the one në atë aspektin mu bo çaj njeri që është whole, domethënë që është i plotësuar prej vetes, pa pas nevojë për dikon tjetër, pa pas nevojë thjesht mos me pas nevojë për validim të jashtëm, për një njeri ty me të plotësu, për ose parja, ose materiali, ose ku be diçka, po veç me gjetë qatë lumturi mrenda vetes, në që rrugtimin tem kom rri që aty që kom nis me identifiku çka janë çto arsyet pse na jena qysh jena, si popull. Për shembull, kom nis më marrë shumë edhe me Carl Jung, kom shkuar te shtëpia e tij në Zvicër, edhe librat e tij mi studiu, videot e tij mi studiu, që më kuptu që ai thot, domethënë derisa nën vetdijen nuk e qesmi në sipërfaqe, ajo na kontrollon neve. E nëse në nën vetdije na kena programe që na ka dhënë baba, nana, ti s'din, ti s'mund, s'ka, s'ban, parja është e keqe. Të ka dhënë, ajo është software, ta ka integru, ta ka shkru, se ti kur je lind këtu ti e ko një faqe e bardhë. Pa program. Brend, shkolla, sistemi, Serbi, Turki, kush na ka arë këtu, kanë shkru programe qëtu. E qëto programe na i besojna. Dikush thotë unë tutna, unë smuj, unë s'di, unë s'kam, viktimizohet.
Për shembull, një program që kena kolektivisht është që kjo që viktimizohem. Si popull jena këtë viktima. Njëm gjëna, smuj, domethënë fjalën me së kena kështu të parën. Smuj, s'ka, s'di, gjëna, po më shpinda, domethënë këtë jena të smut. E që është, e ti thup, qa u bo, pse? E ta ne nisë me kuptu që kjo këtë vjen prej trauma, që i kena marrë prej fëminis. Ama jo vetëm na, se prindi jonë, baba, nana, e gjyshat, ata janë rritë me një sistem që janë konë shtypun me shekuj. E që ajo nuk na ka ajo na ka mërit tash në 2025-ën. Që ajo tash është të shfaq në rrugë, në politikë, është të shfaq, më thonë, që ato traumat, edhe dhuna seksuale, edhe gjithë shka të keqe që na ka ndonë neve si popull. Dhe më thonë, prej Skënderbeut e i disat, që s'kena pas liri, që ajo është të jetu, është të na dalë si përfaqe. E që kjo aplikacion që më të bo është me ndimu njerëzve që me shëru vetën, me kuptu vetën, me kuptu pse jam qështu qysh jam. Pse nëse thëmë që pelo cigarën s'jam të mujtë me lonë. Pse nëse thëmë pelo alkoholin s'po muj me lonë. Pse nëse thëmë ko më bo zotni edhe ko më shku me punu edhe ko më respektu oranin s'po muj me bo. Çka në mrenda, çfarë funksioni, çfarë errori, çfarë bagi e kam që s'është të mlonë me bo që atësen që thëmë. Pelo shqeqenin, s'pelen. Dhe më thonë, e që kjo është me qka jam marrë fellësisht edhe kom pa që ka nevoj më ndimu njerëzve me një sistem, me një program që mi zgju. Se unë e kom bo në mënyrë gjithë konë, dhe në gjungën jam shku. Dhe më thonë, gjithë shka kom provu për mi pa që to problemet që kom pas mrenda me. E tash me teknologji, njëjtë si dua me teknologji që mund mi bashku dë persona, po që ata kom pa që edhe një mund t'jeti plot. po, se dua o konë edhe anglisht find your one. Dhe më thonë, gje tanden. Po tane kom pa që ti mundesh me gje tanden, po nëse ti s'je vetvetja, mundesh me shkatru qatë martes, mundesh me shkatru qatë lidhje, sepse takuan dy njerëz që kanë plagët fëminis, dy njerëz që kanë trauma, edhe që tane aty dalin tuta, xhelozia, marrë, pasigurit mdoja, e tane badjava që nashto është qaj njeri dashuria jetës, e ku për di shka kish mujt më konë në potencialin anë i kënej, po qajo pasiguri e shkatron çdo lidhje. E tane këmë thonë, okej, para se find the one, be the one. Dhe më thonë, e këmë shku një step back, më thonë, okej, këthena një qëtu, se qëtu ku ka problemi ma kryesor se sa qëtu. Se njerës nuk është që s'po muj vish me gjetë ikon, që probleme kena zilë dhe tikon, mundi me gjetë edhe në dua dhe dikon tjetër. Ama që me shëru qëto plakt, që kjo e përshoft tash si sfidë më të madhe, se që ta, e përshto të shkum njës që këne me punë. Nashta bidoon kishtë qenë ma mirë të kisharë si aplikacion para dua.com. Mendoj që e shumica si kom pas ment. E shumica e lidhjeve kishin qenë ma efikase dhe ma... Unë mendoj që t'u lidh me temen që e ceke, mendoj që abuzimi me lirin vjen pas shtypjes të qatë, sepse ne akoma kemi traumë me i folë plagë tona, akoma e shojmë si tabu me folë për gjanat e këqia që na ka ndodhë. Kjo besoj që bëron nga paragjykimi, e po du më lidh të Carl Jung, që thëtë, nëse gjykojmë shumë njerëzit, është mas leti me gjyku, po është me e vështirë më ndalë edhe mi kuptu ata. Ku e ke pa ti këtë ngecjen edhe këto tabu që ne kemi, që me ba një hap tutje edhe me qenë më të mirë si partner, me qenë më të mirë si koleg, por në anën tjetër mendoj që shpesh ne thirremi në ato që ti je vajza e dikujt, bashortja e dikujt, je punëtorja e dikujt dhe nuk ndalemi me pyet veten se kush jeti për veten. Shpesh lidhemi me çto identitetet tona sociale. Ç'është e shet ti këtë aspekt? Po tash identiteti i një njerit është çato çka pikërisht që u programu, që i ka shkruar, domethënë. Tash nëse shkojna në historinë tonë, na e kena një problem shumë të madh në popullin tonë, që është paranoja. Sepse kthena tash te kjo pjesa tjetër, por vetë me kuptu pse jena na çaq paranoid si popull, si besojnë unitetit. Jena me bashkëpunu me kolegë, si besojnë kolegës, si besojnë shefit, si besojnë njëri tjetrit, si besojnë sistemit, arsyen komujt, unë me identifiku në ashtem gabim, është që kur jena konë qaq shtypun prej regjimit Jugoslav, edhe para asaj prej Turqve, Ottoman Empire, ki mujt me kuptu që armiku është Jugoslavi, Ottoman Empire, është armiku. Po kur ka orta në shqiptarin shpje, me t'i lyparet, me t'i mledh taksat, që aty mo t'ka hu barabarit, këtë thonë, a kem dhe dje bashk?
tash ti u bone bashkë me këtë tjetrin, tash ti po më vjen me më sundu mu në shpinë tem, a dhe i djept pa ta kojshi. Tash edhe ndrove fejen, tash edhe ndrove anën, tash shkove dhe me këtë armikun, tash po më vjen ti me më sundu, me mi lyp paret. E tane elita shqiptare u bo elite Jugoslavisë, ose elite komunizmit në Shqipni. Do më thonë, e tash ti, kur njeri jo të trallton, dhe i dje kojshi, e tash a i bubuhet me ata që ty po të sundon, ti se din më kanë me urejt. Kështu që ti tash e urejnë tandin, shqiptarin. E për shta na e kena qëta që mos i beson kërkuj. Ke që pijuna kërkuj si beson, ne nuk kemi mëri me kultivu mirë ndjenjen e besimit të njëri tjetrit, se abuzojmë sa herë që dikush qof na tregon një sekret edhe nuk mri me majt ose nuk mri me pa, që është një mënyrë e të shprehurit e besimit, po e shohim si keq përdorim. Edhe unë që ka e vrej shpesh t'hujt na shohin si njerëz që jemi shumë të mirë me t'hujt, por nuk jemi aq të mirë me njëri tjetrin. Qashtu është. Ishme duhet më konë më të mirë me njëri tjetrin. Kur një biznesmen si jo që ka arrit shumë më të mira monetare dhe ka arrit një sukses aq të madh dhe kthehet edhe punon përsëri me veten, çfarë mesazhi është kjo se ku mund ta gjejmë lumturinë, nuk gjendet ajo tek benefitet që ti sjell një biznes, apo është më shumë të bota jone e brendshme? Absolutisht të bota jone e brendshme. Do më thonë, financat, biznesi, paret janë energji që të vynë, janë ta japin bazën, po kur nuk ta japin lumturinë. Do më thonë, kur nuk mundesh më plotësu me çfarë do kerri, me çfarë do shtëpie, me çfarë do banese, me çfarë do sene materiale, ato s'mujnë kur me ta dhonë qatë sen që të kërku. E njerës të kërkojnë që ata. Unë me 27-8 vjetë, anë pa emri 30 vjetë, i kom pas gjitha. 3 biznese, familje, shtëpi, gjitha. Po jam di shumë bosh. Në më dhënë e kom pas që të një sen që jam ka nistan e që të rukëtim, që më thonë, kej që të sen e pikom, pse s'jam i lumëtur, qka është problemi me mu, qëfar problem kam? Sepse jam konë të shtyp qatë traumen edhe të marrë qatë energjinë e traumës veç me kriju, veç me punu, workaholic, ka 15 orë në ditë veç me kriju. E po ndalë me dëgju vetën. Pikrisht. E ta në dikur s'ke pas komi ikë, se kemë ri që ato, e kemë ri suksesin material, e kemë ri që ato, edhe ki pa që apet që kjo që tu suhek, që kjo problem, që kjo pak knaqësi me jetën, që kjo që su një rahat, me flejt rahat, me qu rahat, me ndi që të pa që të mëran që për speki, e që ajo ta në detyron dashte në qatë rukëtim ma spiritual, me thonë, ose në qatë rukëtim që me thonë, pse jam qëtu, pse qka është kjo botë. Edhe mendoj, për ecim në frekuenca edhe ritme shumë të shpejta, kemi nevoj më këthy të që ajo jeta nga dalt, të rënjet edhe me gjithë vetën. Me që keni edhe një kip, një kolege imi, Argjenda, cilësej si shef shumë të mirë dhe që ju jep punënjësve gjithmonë shansa dyta dhe treta para se mi largu prej punës. Qysh e kiti këtë procesin edhe për ta bërë një rekrutim të mirë, po mandej edhe për ta bërë procesin e largimit apo rritjes së tyre brenda kompanisë më të lehtë. Do këtë interesant që pas ka të cek Argjenda që të sen, se që kjo unë e konsideroj si dobësin më të madhe që kom pas. Do më thonë, jo shansa 2-3, po shansa 20-30. Pikrisht të konë që kjo trauma që tane gjithmonë ja fal gabimin, gjithmonë do më thonë, nuk jem konë që jem konë shef i mirë që kom bërë qëfësen, por që kjo tuta me qiti kom pi punës, tuta që të nështë të ndodhë diçka, ose tuta që të na e fol keq, ose ku me di qëfar mendimi jem konë që kokë që të ne të ekipa që që njërë është të bo keq. Po me është rëndë, sepse do më thonë, nuk jem konë i drejt me vetë vetën, po konë, besoj që konë i tutë, e jam, që tash dikush mund me interpretu Valoni shumë i mirë si shef se jep shansa 2-3, po së është realiteti, që të realiteti është që du më thonë... Mendojnë që shefat ma të mirë janë ata që e prejnë rrugën fillim? Nësë po thonë mësë më donë asë një shansë. Të regoj se në që shjanë, jepe një shansë, 2 hajt 3, amo jo 10, 11, 15, 17. Në më thonë, kër e ki ditë që dash me qiqet njeri pi punës, që 2 vjetë edhe ki majtë të 2 vjetë, që mu më ka ndodhë. Aja është vëqë dopësi në leadership. Do më thonë, e jam do më thonë, e vëqë konë që jem koni papjekun në qatë aspekt, që jem koni dopt në qatë aspekt, me karakter që s'ko mujt me prej, dikon që konë ashiqare toksik, ose ashiqare dopt në skills, ose ashiqare që kam rrit goals,
edhe unë gjithmonë e kam arsyetu, hajtë se edhe një shansë, nashta do më jap bledhë që të kurs. Hajtë shko foli ti. Pja bëjmë edhe një plan, pja bëna një development plan, pja bëna çështo, japim edhe një shansë të diskutojmë një herë. Domethënë gjithmonë jam mundu me apo vetëm të mirën, gjithmonë jam mundu me arsyetu, gjithmonë me kuptu, edhe gjithmonë e kam kuptu, gjithmonë ka pas diçka ku unë e kam mujt më kap me thon, okay. Po Valoni 2025 se bën çat më. Domethënë Valoni 2025 si ka preç ato sa ne kalon mbrapa ka thon u kry çaj Mr Nice Guy. Qysh menon që kolegë mujnë me një njëri tjetrin, nashta pa u shfaq çaj toksikiciteti në mas më të madh. A menon që mujnë me ndihmu njëri tjetrin apo me pengu ndonjëherë? Që kjo kur ti jep dikujt, kur jep dikujt shumë shansa, në anën tjetër dikush është shumë i mirë. Shumë demotivues, shumë gabim i madh. Domethënë me siguri që ka pas njerëz ndua që kanë lënë punën pikërisht që kam thon lej se ky s'ka mirë. Të dhon 100 shansa sa shtu punu ke njerë, unë jam tu punu, jam tu çau, demotivu e kalon punën 100% që ka ndodhur çkësan. Që nashta se kom vrejt. Që i largon tani njerëz që janë të mirë, sepse shef ata njerëz që janë të punu kaq, pikërisht që aty është në gabimi që. Thuhet mënyra më e mirë me largu një punonjës të mirë është kur e toleron një punonjës të keq. 100% e vërtet. Qysh mendon që ndikon që ky ambienti unë i përditshëm, njeriu i ka rreth 70.000 mendime në ditë. Edhe na shpesh e infektojmë njëri tjetrin. Që mendon që ndikon që kjo ambienti ku ne jetojmë, ambienti ku ne e kalojmë pasditën ose veprimet tona të vogla. Ndikon ekstrem shumë. Domethënë me kontresh ç'është të bësh. Unë mendoj që njeriu është mesatarja e 3 persona me të cilët kalon më shumë ti kohë. Absolutisht, domethënë me çata njerëz që rrin ç'është të bësh edhe nëse punë ki njerëz që janë toksik, tani janë nismu prish këtë ambienti i zyres, ka dalë tolerohet e keqja, tani e keqja shpërndahet, energjia prishet, domethënë performanca bjen, nuk ka më edhe jo veç që çaj njeri që është toksik, jep energji të keqe, por tani të tjerë janë nisën bëu toksik. Që është e keqe, domethënë nuk është ajo, është si smundja, janë nisë, domethënë nëse të rremë një për kontroll, për dominim. Po, se tash nëse ti je edhe në martesë, je me një njerëz që është shumë negativ. Edhe ti je një njerëz shumë pozitiv. Ose kimë ngrej çto nalt, ose ka me të ngrej poshtë. E shansa është më e madhe që ka me të ngrej poshtë. Edhe tani ti ke më bëu një njerëz negativ. Edhe tani dikur kanë me të pa njerëz që më thonë ka ndryshu. Diçka s'pash më e njëjta. E ka shu veten, çau bo, çka ka ndodhur me çet njeri. Njerëzit fajsojnë edhe pse ndryshojnë. Po, e çatë është shef, domethënë dy frekuenca të ndryshme s'mund me bashkë jetu. Ose kemë shku nalt, ose kemë shku poshtë. E tha që Valoni i 2025-s nuk do t'i toleronte gjërat që një toleruan të kaluar, po sa herë që ndryshojmë, a është kjo më shumë një rritje, apo ne shpesh hezitojmë se na duket si tradhti ndaj vetes, tradhti ndaj personave me të cilët jemi qas në mënyrën e njëjtë. Tradhti nuk është, domethënë rritja e vetes, ky ndryshimi që kjo është pjesë e jetës. Domethënë është vetëm një mënyrë që jetohet jeta. Domethënë që evolution të jetës të vetes, që zhvillimin për ata shijmë këtu. Domethënë vetëm për mu zhvillu, për me ecë përpara, e tash njerëz që s'mund më kap në çat frekuencë, në çat energji, në çat pikpamje që s'dojnë me ecë me ty, s'dojnë më zhvillu, në 100% që ti nuk jetuj të ralltu, ti jetues përpara, nëse dojnë më ardh bojrom, po nismi. Po jo me nivelin e njëjtë. Tash me zarsën e shtin kërkon më ndryshu, me zarsën e shtin kërkon as më shëru, as me lexu, as me mësu, as me punu, as kur gjëhesh. Valon pas nëse shefat e dëgjojnë podcastin ton, jam e sigurt se ndonjë punonjës ka me psu keq largimin nga puna. Edhe ju me sa punonjës keni fillu dhe çush e keni kuruat ekipin rrugës, çush është atmosfera tash në ekip? Po, dua ka nisë me dikun këtë vitin e parë, me dikun 30 punëtorin akon, tane në kulminacionin, kanë amëritin 70 veta në akon, kjo bjen në verës 2024, tash jena dikun 25 persona që punojmë, që jena shumë të lumëtur, që është të funksionu perfekt, shumë mirë, me qarkullimin matematik që këna bëndë njëherë, me fitimin matematik që këna bëndë njëherë, produktivitetin matematik që këna bëndë njëherë. Kuptohet, arsye të ndryshme ka këtu, njona në konë qëto boundaries, që to sa nësi pranoj mu, që të menyrës punoj mu. Po mendoj që produktiviteti më nuk vjen me numrin e punojnësve, po vjen me kualitetin e atyre punojnësve. Absolutisht, se është edhe sa ma shumë që rrit numrin e njerëzve, aq ma jo produktiv buhen. Dush mi gjetë punë njerëzve.
edhe komunikimi mes njëri tjetrit bëhet më i dopt. Nëse janë 8 veta për me bo update njëri tjetrin, ka shumë a shumë punë sesa nëse janë 2 veta ose 3 veta. Domethënë, çaja ka ndikuar që kur do me rrit një biznes që mundesh me bo overhiring, domethënë me marr më shumë staff sesa që të vyjnë, që ku me siguri një gabim na vetë që kena bo. Po tani tjetër u kono edhe që kjo që thash që Valoni vjetër që ka pranu gjithçka që s'u dash me pranu, dikur tani më kanë qelë si të komunismi i preqtë, sa në më thonë që kjo është standardi, ose e te kalon që standard, ose që ku është dera, edhe që ajo, do më thonë, kam rrinë bashk me AI, që tash me 25 veta na me rri suksesin ma të mando njëherë, në krasim se me 70 veta para një viti që na konë shumë adopt. Qysh punën e ndikume për AI, shpesh po flitet sikur se puna ka me qenë diçka opsionale, nëse ne dojmë me bë ose jo, ose diçka që më nuk po matet me ritmin 9-5, po me ofrimin e shërbimeve. Qysh AI-n si impact tek punonjësit sot? AI, unë besoj që për 5 vjetë të ardhshme ka me ndryshu gjithçka. Do më thonë, komplet gjithçka. Jo vetëm punën, po thjesht gjithçka. Nashta në Kosovë i vynë si gjithçka pak ma shumë. Nëse vjen në botën ma të zhvillume për 5 vjetë, nashta këtu vynë 10 vjetë, 15 vjetë. Po AI, do më thonë, në zhvillimin që shoqë të ndodhë tash, që ka në të po tash, kam i zavendësu shumicën e vendëve të punës. Do më thonë, nëse na përshohemi për një vjetë, me 25 veta, krahasim me 70 veta, mendimin e AI të zhvilluesit, mendimin e AI në content, mendimin e AI, do më thonë ai këna shti AI gjithçka, gjithkon, në çdo pjesë të kompanisë, prej support, në monetizim, gjithçka, gjithkon është që përdoret, edhe vetë njeri individi, plus AI, edhe software plus AI. Do më thonë jena të mënu gjithkon me shti edhe tash ajo po tregon rezultatet të jashtëzakonshme. Do më thonë që kjo ka më shku veç më bu ma ekstrem. Do më thonë kjo nuk ka më shku që njerëz e kanë që të gabimi në tru që nuk e vrejnë kur një rrezik është shumë real. Shumë i prekshëm, si lufta botërore dytë shumë njerëz ka menduar që s'ka me ndodh, ama 60 milion njerëz kanë ndek. Do të thonë shumë njerëz ka menduar që lufta në Ukrainë s'ka me ndodh, ama tash 1 milion njerëz kanë ndek. Do të thonë njerëz nuk e kuptojnë rrezikun, janë shumë programuar që me ul çat sen, edhe njëjti sen është ndodh me AI. Nuk janë të kuptuar se çka është të ndodh. Do të thonë nëse Valoni 2025 është në gjendje me bën një aplikacion vet. Njëjtin ku me shkruani një libër vet, njëjtin ku menaxhoj edhe një biznes on the side, do më thonë, pa asnjë zhvillues, vetëm me AI, të punu, të mësu, edhe të mësu coding, që me kuptu bazat, çka jam të bo, jo veç me shkru vibe coding, po dhe me kuptu teorien, po prapë se prapë, do më thonë, unë tash jam gjendje, dua në 2019-2020 i ka vyt 20 inxhiniera. Unë tash, si një new engineer, që s'kom kur farë përvoje, të mësu, po muj me zhvillu ka dalë një aplikacion. Tash, normale, nuk është në nivelin që din inxhinier senior me bo, kuptohet. Po, jepi edhe 5 vjetë. Do më të veç adin me folë anglisht. Veç adin me folë anglisht, sepse kodi që shkruhet me AI është të zhvillu në çfarë mënyrë, do më tonë, na këna folë para 2-3 vjetë me inxhinierat tonë ka pas, AI është hype, sot kejtë e përdorin, që ata të njëjtit. Do të sot kejtë e kryen shumicën e punës me cloud code, me këtë çto. Se kur e shes sa e lehtë është mandej nuk mund të absolutisht po, do të thonë që ky njëjti sen është në gjithçka. Tash nëse ti e kombinon AI me njeriu, me robotics, me automation, do të thonë vendi i punës numër 1 në botë janë shoferat. Do të thonë si profesion është numër 1. E tash ti nëse llogarit që autonomous driving veç ka nis, është në për rrugë. Unë tash kur kash në Amerikë poshtë, thonë i ki me aplikacione merr taksin edhe s'ka taksist aty. Tash ajo është një teknologji që është tu ekzistu. Domethënë është vetëm pyetja kohës kur kam rritur to që i ke taksistat pi punës, i ke shoferat, kamionat, aeroplanat, trenat. Domethënë çdo njeri që vozit, ai ka më kry më mirë se çaj njeri. Tash i ki robotat, Helix Robots, edhe Tesla bot e keqta, domethënë që kam i kry end me ti la, teshat me ti bu. Domethënë punë shtëpisë, me ta fshi shtëpinë. Dhe më tonë, kur janë nisë edhe që të punë me ta kry, që të gotë me ta shti në me ta la, edhe është maj mirë se ti në coding, ta është s'po me jetin shumë sene. Me knu, po ta është ka nisë edhe muzikën me bo me AI, edhe artin me bo me AI, dhe më tonë, s'po me jetë fush, e na 2022-ën
21-22 ChatGPT u kon çka ka bën ChatGPT-ja. 2022-2025 tjetër botë. 2025-2030 komplet tjetër botë. Domethënë këto njerëz nuk janë të kuptuar që zhvillimin e AI-it sa i rrezikshëm është në të njëjtën kohë, që mundet me dalë jashtë kontrollit të njerëzve, po edhe që AI ka mujt me kry shumicën e punëve, edhe kur po foli shumicën, po foli për 50-60, 90%. 90% e më shumë të punëve që sot najna ato i bëu, në besoj që vitin 2030 AI ka mujt me kry. Domethënë 90% të njerëzve që dhomë, edhe 90% të njerëzve në Kosovë, do të më kështu çka kanë me bëu. E çka mendon cilat aftësi do të na mu kyç sot që me mbet konkurrues ose mos me mbet pa punë 2030-ën? Po që ajo është një botë që është shumë vështirë me paramendu, sepse nëse më rinë domethënë që kjo AGI, Artificial General Intelligence, me më rinë në qatë nivelin që është të parashiku, atër punë s'ka me metë, shumë pak punë. Domethënë tash ka teoria të ndryshme që mund të pas një general income, domethënë që paguajnë çdo muaj që ka, po ajo shumë e rrezikshme sa ato sistemet i shohmi në Kinë, në tjera vende ku njerëz tani nëse nuk pasivizohen. Po edhe nëse nuk e bojnë që shtot shteti, domethënë kanë atë indeks atë sistemin, ti nalin tyrat, qesin blacklist, sun hyp aeroplanin. Do bëhet sistem kontrollues. E tash nëse shteti ty t'jep passive income ose general income, sepse s'ka më punë për ty, që aty është një rrezik shumë i madh. Domethënë, po tash teoria jame, pikërisht për shkak që kam hyrë në çdo botën spirituale është që AI është na përshpejtu që zhvillimin që njerëz mu detyru me shku në botën ma spirituale më marrë, sepse tash njëjtësin pandemi, u bloku gjithçka s'ki drejt me dalë jashtë në kënej, që kjo i ka zgjuar shumë njerëz për gjumit. I ka shtynë depresion të thellë tani janë zgjuar për gjumit. E kanë pa që shumë probleme ankth, s'un ka marrë frym, sepse kanë veç në shtëpi me familjarët. Edhe kanë pa s'kan pas ku mi ik mo çati njerit. Edhe kanë pas që kanë trauma. Domethënë që kjo me AI nëse zhvillohet në çet mënyrë, ka më mri që njerëz kanë mos zgjuar masivisht për gjumit kolektiv, edhe mi pa traumat që kanë, edhe kanë me pas kohë më marrë me çato, edhe me në rastin më të mirë me kriju një tarme më të bukur, ku ka për të gjithë, ka pare për të gjithë, ka kushte për të gjithë, robotat i kryjnë punët, robotat vozisin, edhe ti mundesh më konë një njeri i shnosh dhe kreativ. Kreativ me vallëzu, me knu, me bo art, me bo muzik, me shkru libra, me kriju projekte, me ndimin e AI, me bo aplikacione që ndihmojnë njerëzit. Domethënë, më konë shumë ma kreativ, shumë ma unik, shumë ma autentik, sepse AI, AGI, robota, këto, nëse nuk na mysin, kanë me na shpëtu. Kanë me na dhënë një botë shumë më të mirë. Çdo dy scenariot janë, nëse çojnë në ekstrem. Në moshën 37 vjeçare nisem me mësu kodimin. Çka tjetër po mëson këtë moshë? Edhe është një mesazh shumë i mirë që nuk ka limit për të mësuar gjëra të reja dhe nuk përfundon kur gjë as me një diplomë bachelor, as me një diplomë master. Kom nisë me mësu edhe spanjollishtën, me Duolingo, me aplikacion çdo ditë që janë 2 muaj e gjys. Jam të mësu edhe shah me lujt, shumë çdo ditë. Kom lujta më herët, po tash kom bëu kështu më intensiv. Coding jam të mësu çdo ditë, shumë ke gjuhë. Çish po ndon ditën? Çonam 5, edhe 3-4 orë të para veç mësoj. Domethënë që ato i kam për veten. Domethënë meditoj, bëj 5, bëj push-ups, tani nisem me lexu çdo ditë, lexoj librin, edhe tani hinë ke çdo aplikacione, ndaj gjysore këtu, një orë këtu, edhe tani pi 9 e nisi ditës. Që ato janë për mu the golden hours. Domethënë që ato orë që i kam për veten që është ka qetësi, s'ka zhurmë, s'ka kur qut, s'ka emaila, s'ka kur gjëheq, edhe që ato i kam për veti, edhe që ato i të në mësoj. Edhe 100% që kjo është që i thëmë edhe tjerve që s'është kur vonë, as me hin coding, bile besoj që tash është koha ma mirë, sepse me AI u bo shumë ma letë që edhe me kuptu edhe me pa rezultate të shpejtë dhe mos me hup motivimin, se për shef shka e të bo, me kupton, për ta spjegan, dhe mundesh me marrë kodin, më thonë ChatGPT, më thonë çka është që ka të spjegon ma pse që kjo është shumë ma letë të bo me mësu, se që u kohën para 3, 4, 5 viteve. Po në çdo sen, fund ditës është mindset. Po don me mësu, mëso, lexo, zhvillohu. E për mua është që kjo okay, nuk e di bota ku ka me shku, po I'm keeping up. Jam të shku me botën. Ku do që është të shku, edhe më mënu jo veç me follow up,
po me më rriq aty që më konë sa ma nalt që me mujt me co-create botën, me kriju sene me vlerë, jo me prit që dikush me ta kriju ty, po vetë më konë pjesë marrës në zhvillimin e krijimin e botës. Qësh mendon që na ka ndiku rrjetet sociale, mënyrën që na ekspozojmë punën tonë, mënyrën që na punojmë, mënyrën që na ndërtojmë raportet shoqërore, familjare? Ose që ki ti raportin me rrjetet sociale? Rrjetet sociale janë një pasqyra, që veç që të regojnë që atë realitet që na dojmë pas, a? që të shoqënisë, s'ku kena më rri. Do më thonë, rrjetet sociale të regojnë për shembull nëse dikush është fake, të regojnë se sa fake është. Nëse dikush do me tregu vetëm një anë, të regojnë vetëm çatë anë. Nëse dikush është shumë autentik, e të regojnë çato. Po në fund të ditës e të regojnë të vërtetën përmes algoritmit. Do më thonë, na për shembull në dua kena bo content, kena mri dikon ma shumë se 1 miliard views me gjeneru vetëm në TikTok. Kena pas vetëm e kom shu guidelines, kom thonë që nëse dikush del catch në video, se qitni. Po më merë shumë views, po se qitni. Dhe më thonë, sepse nuk du me marë views ose klikime në fatkeqësinë. Kurse këtu është sceni standard, dalin shesh, nxojnë pleqt, bëjnë hajgare me ta, edhe qesin, edhe bëjnë pare në Facebook, e që katastrofë. Është mënyra më e lehtë me bë content se sa me kriju ose me bërë një intervistë. Të na u konë gjithmonë që kjo që këmë thonë, do të më konë në mënyrë korekte, edhe nëse dikush s'ka ditë të kamera, e keni nalë kamerën, thoni që qëtu ndimani, mos e qitë një dritë keqe, kërkon. Do më thonë, se është shumë letë, rrshet, gabon, edhe tash seni në mënja që ka kanë qef me bërë shqiptarë me përkesh. E pse e bojnë që të senë? Sepse janë dopt në karakter. Do më thonë, kur ti e përkesh dikon, e bën që mundi ma mirë. Sepse kur unë e përkeshi ty, unë e qes vetën pak ma nalt. Sepse tash unë e pundina ma i mirë se Gili. Sepse unë tash po të keshim, po të këshyri ty për që të nalt. E që kjo është ta në këshyrin Big Brother, se mi kesh ata, që mundi për veti ma shumë. Ma i nalt, ma superior, ma i mirë. Unë e kështë që qëfar bodal, që s'po din, që kështu. Do më thonë, për kështë që këtë judgment, po ajo veç të regon që qaj njeri që është e bo që të keshme. Edhe që këtë video që ka shkum 10 milion... Qëta jemi na. Qëta jemi na, pikësh që ta më thonë, social media është të e qitë në pasqyre si përfaqe, shoqërinë tonë në qëfar niveli katastrofal është. Ku i përkesh me njëni tjetrin, e në nëshmojmë njëni tjetrin, ku shkojnë video, jo veç të na në shoqërinë, ajo është të shkojnë në tjerë, po sidomos të na. Do më thonë, në Zvicër nuk është, në s'ka pa në Zvicër shkojnë me qëllim me nëzonë dikon catch, me nëzonë e plak, me shkojnë me kamerë, me pritë aeroport. Do më thonë, kjo është veç, s'po di qysh kanë ftyre, zemër, po që të samë. Thua që me apa nivelin dikujnë mas mirë është këshyre me qka kesh, qka e për kesh. Cilat janë planet të tutje përveç shkrimit librit që ka muj me prit, edhe po më interesan pak edhe që kjo mënyra që ju e keni bo marketingun, cilat me ndonë që në metodat ma të mira sot në këtë botë me bo marketingun edhe me tërhek vëmendje. Për marketing njerë, na kena djekë shumë pare, me duhen, do më thonë, nuk do të më tutë më djekë shumë pare, a i merë mëra pa jo? Na kena djekë shumë pare edhe nuk u konë mënyra ma e mirë. S'kena ditë me menagju, kena pas budget shumë të madhë, do më thonë në konë ma të madhe ka pas dhe 150.000 euro në mujtë budget në Facebook ads, kur pa të marrë dhe investime ma të maja prej jashtë, ato janë djekë shumica pa return on investment. Do më thonë, në 2024 ndikun 700.000 euro kanë shku edhe s'ka pas rezultate prej marketingut. Do më thonë, edhe u konë për qudi. Do më thonë, na këna me du të arrit budgetin që këna me pas ma shumë sukses, për vërdeta u konë që ndikon e kam rrit qatë maksimumin, kapacitetin, që dikon për neve u konë dikon 30.000-35.000 euro në mujtë, më të folë për PPC, do më thonë paid ads, edhe tash nave që këna rrit budgetin, edhe se këna kuptu që aty s'ki pas mo njerës që në konë t'interesu me hinë aplikacionin tëndu, konë si me zorë mja shti, edhe shruishin në komente, balë mo në ladhet me duhen, edhe e keni të pru. S'padoj. Unë shifsha, edhe veç doj shumë me push, veç me grow, veç me rrit, u konë gabim se këna pat vërtetën, i këna më shumë murit me kry, jena rëzu, edhe tane e kom qitë marketingun zero.
Domethënë tash dua jap zero asnjë cent në marketing që për fillim këtij viti edhe e kena qarkullimin më të madh, edhe rritjen më të madhe, userat më të mirë, sepse kur ti me zor mundosh me pruni user, aty të vjen tuli fanieri. Domethënë atë aspektin që nashta s'është as interesum për lidhje, se s'pi vjen interesimi prej vet, nuk është tu kërku me gjetë dashurinë, po ti be thu dua, e thot hajde po hi. Edhe tani tuli fanieri ka hijet. Aty domethënë ai kena pagu mi bë dom vetit. Domethënë kena ngre plus në atë kohë s'kena pas as user verification, selfie verification, ID verification, e keq të sanë që tash i kena bo ose jena tu i bo që me siguru platformën edhe neve si platformën na ka bo catch marketingu. Domethënë kështu na njohin Kate, që ajo kone mira, si side effect domethënë që shumica njerëzve e njohin dua.com, po jo gjithmonë marketingu është i mirë. Sepse nëse platforma nuk e kam ri nivelin e mirë, e ti pështin usera në një platformë që hala s'është pjek, hala se ki u dash më marrë ma shumë me userat, ma shumë ingu userat, ma shumë me marrë feedback për usera, për përdorosve tamam që janë në aplikacion, e jo veç më me shti ma shumë. Nuk zgjidhet problemi me ma shumë njerëz kur ki probleme në të mbrëmshme. E ta ne këna ndryshu komplet strategjin, këna thonë okay, organic growth, vetëm njerëz që na kërkojnë. Vetëm sen që kena metë është të aeroporti i Prishtinës se kena një baner që aty, kër vrin diaspora e presin, anë i këne që na ka pëlqy, do më thënë që është vetëm që kena paid ads një baner në aeroport, vetëm një, kena i këta të kejt, u konë çudi që me ra marketing bugjeti për 150, 100 në 0, edhe me të rrit fitimi edhe qarkullimi. Do më thënë, po e kom kuptu që kjo ka një lesson që nuk blehet rritja me zor, po blehet me kvalitet. Ndërsa që produktin edhe lej njerëz me fol. Martohen, kanë me tregu, jam martu kështu, nëse se qesin Facebook që martu që kam gjenë dua.com i tregon shoqëve. Domethënë word of mouth. Marketingu më i mirë cilësohet marketingu që ne ja bëjmë muhabet e njëri tjetrit. Pikërisht. E bërë që tash na strategjinë e kena ndryshu komplet, vetëm sen që bojna është organike, qesmi postime në rrjetet sociale, qesmi këto love stories, edhe aty e kena ndryshu komplet strategjinë, domethënë më herët kena dalë në rrugë, edhe kena shpënda pare, çka është kjo, pyetja, ne i knej. Po i keni nxitë edhe tjerë më andaj me bërë. Megjithatë keni friu trend. Po, Kate na kanë kopju, e tani e kena thonë ku çka kena bo, edhe e kena lona. Domethënë Kate kanë nis me na kopju, e tani e kena thonë okay, ç'kjo s'ko ka strategjia, e tash na fokusu vetëm love stories, pyetje për dashuri, sa ne kena bërë një dy që si speed dating, domethënë që si content që lidhet me produktin ton drejt për drejt e jo shka shqyqiteti i Francës, që 5 euro. Ajo ka funksionu si marketing për me na njoft, sepse ka gjeneru dhe ka pas muj 150 dhe 200 milion shikime. Po edhe ajo të ne ka ngrejt usera që të dash me ngrejt, se qa shumë na njefshin që gjithë kush heke në dua, kesh me domethënë rekord në përdoros, po jo cilësi, pat. Tane u dash që ta me ndru strategjinë. Ndasha ndonjëherë nuk mjafton të njohin gjithë, po të njohin njerëzit e duhur. Në 100%. Valjano nuk naqa shumë këtë muhabet edhe bisedim, besoj që edhe shpresoj kemi më taku prap edhe herën tjetër pasi që ta kem lexuar librin. Faleminderit shumë.